Zyrat e Identitek në Vlorë kanë qenë të hapura edhe përgjatë kësaj të shtune. Sipas informacioneve, ato do të qëndrojnë të hapura edhe të dielën në kuadër të zgjedhjeve të pjesshme vendore të datës 9 nëntor. Qytetarët që kanë aplikuar për karta identiteti apo pasaporta biometrike kanë patur mundësinë t'i tërheqin dokumentet e tyre edhe gjatë kësaj të shtune. Por gjithashtu do të kenë mundësinë të pajisen me dokumentacionet përkatëse edhe përgjatë të dielës, në mënyrë që të kenë mundësinë të votojnë ditën e zgjedhjeve. Sipas një njoftimi zyrtar të dhënë përgjatë pasdites votës së premtes, të gjitha zyrat në bashkitë ku do të zhvillohen votimet do të jenë të hapura të shtunën deri në orën 15, ndërsa të dielën ditën e zgjedhjeve deri në orën 12. Ky vendim me sa duket është zbatuar edhe në qytetin bregdetar të Vlorës. Duke nisur prej orës 8 të mëngjesit të kësaj së shtune dhe deri në orën 15, qendrat e rinovimit të dokumentacioneve biometrike kanë qenë të hapura. Këtë të shtunë ato kanë funksionuar me një orë më pak se që kanë orarin zyrtar në ditë normale të shërbimit të tyre, ku orari zyrtar i punës është 8 e mëngjesit me 16 pasdite. Gjithashtu të dielën zyra do të qëndrojnë të hapura duke nisur nga ora 8 e mëngjesit deri në 12 të mesditës. Qëndrojnë të hapura për gjatë fundjavës, megjithëse në kohë normale këto ditë do të ishin ditë pushimi për punonjësit e këtij institucioni. Ky vendim sipas informacioneve është marrë për të garantuar që asnjë qytetar të mos mbetet pa të drejtën për të votuar për shkak të mungesës së dokumentit të vlefshëm të identifikimit. Të gjithë ata që kanë aplikuar për kartë ID ose pasaport biometrike gjatë kësaj periudhe mund të tërheqin dokumentet edhe në ditët e fundit përpara votimit, duke u mundësuar pjesëmarrje në procesin zgjedhor të së dielës. Kjo masë e marrë pritet të ketë një ndikim të drejtë për drejtë në rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve të Vlorës në këtë proces zgjedhor. Sipas informacioneve të siguruara përgjatë kësaj të shtune, në oraret kur ka punuar kjo zyra, ka patur qytetarë të shumtë, të cilët janë paraqitur në zyrën ku kanë aplikuar për kartë identiteti dhe pasaport për të tërhequr këtë të fundit. Numri i lartë i tyre sipas pritshmërive do të jetë edhe përgjatë së dielës. Gjithashtu, konfirmohet se ka patur edhe një punë më të madhe për të bërë gati në kohë, sipas afateve, të gjitha kartat e identitetit dhe pasaportat e rinovuara në mënyrë që ato të ishin gati për t'u dorëzuar tek qytetarët e Vlorës, përgjatë shtunës dhe të dielës, për t'u dhënë mundësinë këtyre të fundit të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës.